Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, me një është bashkuar mik i emisionit, i përmuajshëm, ka hapësirën e tij gjithmonë, ku na njofton dhe na njeh mbi aktualitetin vendas, por edhe ato të huaj shpeshherë. Neve kishim parashikuar edhe luftën me Zoti Gjuzin pak më herët, por fillimisht do ndalemi tek aktualiteti politik, më konkretisht në Partinë Demokratike, pasi ka pasur largime të shumta Zoti Gjuzi, një ndër ta ishte edhe sekretari për marrëdhënien me media, me publikun. Sekretari për marrëdhënien me publikun, më duket. Dursake. Shiko, princesha dhe mbretëresha dhe uta janë dursit edhe normalisht që ato kanë zgjedhur që në lartësi që t'jenë vetvetja, jo më sot. E para që kur jep dorëheqja i paraqitet kryetarit të subjektit politik në mënyrë konfidenciale. Nëse ai subjekt politik nuk e paraqet dorëheqjen e dikujt, atëherë mund dalësh në media. Kjo është një këshillim për grupin e trinjve në politikë. Politika është tjetër gjë, vetja është tjetër gjë, tentativa për të kaluar ylberin, femrat nuk besoj se e kanë këtë tendencë, kështu që keqardhje. Po ashtu, është një fërtore qytetar parlamentare që opozita e bën çdo ditë të hënë, e vartet në numra, edhe pse zoti Berisha thotë që qëllimi nuk është masiviteti, por është bashkëbisedimi me qytetarët. Po ashtu kemi një protestë me 12 mars, do të jeni pjesë? Më lejon ta shtjelloj pak më gjerë çështjen e foltores. Unë kam thënë edhe këtu tek ju, po e përsëris se përsëritja është nëna e dijes dhe babai i mërzisë. Ne sapo folëm për një marrëdhënie në Partinë Demokratike të sekretares për marrëdhënie me publikun. Pra, doktor Berisha e ka filluar foltoren e tij kur më ka marrë mua në mbrojtje. Më ka dhënë Partinë Demokratike, pra foltoren e Partisë Demokratike, duhet të ketë qenë viti 2001. Foltorja është e hershme. Berisha e nisi në hotel në Tiranë, një hotel austriak në Tiranë, pa ja thënë emrin domethënë, mos bëjmë reklamë, sa do duhet vinë të paguajnë. E nisi atje me jo më shumë, po me 15 deri në 16 përkrahasit e tij më të zjarrt. Ndërkohë që ne si konservatorë, me qenë se Partia Demokratike na ka patur në listën e saj dhe ne u bëm deputet prej Partisë Demokratike, në një farë mënyre, Basha mund të firmoste, po konsulenca e datës 21 duhet të ketë qenë maj e 2017-ës, në orët e vona të natës, domethënë mund të themi 01:30 minuta, aty është vendosur emri im për të bërë deputet. Pra unë kam një detyrim të jap shpjegime për Partinë Demokratike, jo vetëm se çfarë ka ndodhur më vonë. Pra, Sali Berisha e nisi foltoren në ato hotelin austriak që thamë në bulevardin Dëshmorët e Kombit me 16 njerëz dhe përfundoi brenda 3 muajsh me datën 12 duhet të ketë qenë dhjetor, 11 dhjetor, diçka e tillë, që është përkon me festën e Partisë Demokratike, ku në stadium kishte të paktën 10.000 njerëz. Ishte gjysma e stadiumit. Do të thotë që ky njeri ka për krahës. Kemi thënë që miqtë ndërkombëtar kanë thënë që shiko, Berisha tashmë i vdekur. Ma kanë thënë kështu siç e them. Thashë para që nuk thohet për dikë, sidomos në takime me diplomat. Euroatlantik, po i them, se s'du që ta fokusoj fare. I thash, minimalisht Sali Berisha po të bë një ftesë ka 5.000 për krahas. Ndërta, nëse më qonë një ftesë mua, unë do të shikoj me seriozitet. Ju pyetët, a do jeni tek protesta? Po si, kur ka ftesë dhe kur ka protokoll protesta, se nëse protesta del jashtë protokollit, edhe më shkon mu thua do shkoj të djeg vilën e diktatorit, se është kryeministri atje brenda, kjo del jashtë kontrolli dhe detyrohesh të kërkosh falje. Ose nëse ti shkon deri aty dhe nuk shkon deri tek fundi i protestës, i bie që ti s'ke qenë protestë. Pra, Partia Kombëtare Konservatore insiston, si që ishte takimi 9 janarit, duhet takim për një protestë, duhet vendimarrje sidomos përballë parlamentit.
Ju besoj e dini që kur ne morëm mandatet, ata ishin kundra nesh. Dhe unë isha te gardi i parlamentit, apo jo, i vetmi deputet. I te gardi i parlamentit, për t'i thënë doktorit, o doktor, po pse duhet unë t'jem përballë jush kur parlamentin ju e ishit brenda, apo jo? A është pranuar botërisht sot që doktori ka thonë gabim i rënd, apo jo? Pra kush kishte drejt? Partia Konservatore. Se ishim të parët ne me datën 3 mars, si ta mos lësho mandatet, doktor, lutem. Tani unë i lutem moshës, ose institucionit baca, ose institucionit besa. Këto janë institucione shumë të rëndësishme për kombësinë albane. Do të thotë, kërkohet zyrtarizëm, kërkohet protokoll. Kush do flas? Pse do flas? Si do flas? Jo të flasë Roma për Toma, dikush atje, dhe unë të gjorë Roma për Toma, që s'kan lidhe fare. Se dikush do të vi nga e majta ekstreme George Sorosit, edhe të vi të marri platen e Partisë Demokratike. Ju më pyetët, a ishit ke foltoria? Po unë i kam qenë foltore, doktor Berishës. I kam qenë në Kukës. I kam qenë dhe në Korç, në 2 ekstreme. Se aty ka nevojë doktor Berisha për pranin e Kujtim Gjusit. Jo vetëm timen, po edhe Indiri Gjergj Theodosi e ka pritur në Korç, profesor, doktor i shkencave, se Sali Berisha nuk mund ta pres vetëm Kujtim Gjuzi, pa titull e grada shkencore. Atë duhet ta pres një profesor, doktor i shkencave, apo s'është kështu? Që është jashtë subjektit Partia Demokratike. Çfarë është foltoria dhe pse ka pak njerëz? Ajo është foltore. Boll të ketë 100 vet aty, është e përjapshme, siç ja bëri Erion Vës në bashki, do t'ja bëjë edhe Edi Ramës, ka mendimin e vet. Por, në momentin që e merr me protokoll super serioz Sali Berisha, po të them edhe një herë përsëris, Edi Rama brenda 72 orëve ikën. Dhe ne dim, apo jo Edo, se si mund t'ikësh. Ka t'ikme me paqe, ka t'ikme me dhunë. Pse? Ç'të duhet me dorëzu familjarët në drejtësinë amerikane. Ju rikujtoj, të gjithëve, ka një dokument të firmosur me datën 21 korrik të 2021-shit, ekstradim bilateral Amerikë-Tiranë, SBA Shqipëri. Mario, nëse unë bëj një shkelje, them që do të vras presidentin Amerikan. Ata kanë më njëherë të drejtën e precedimit penal dhe më njëherë të ekstradojnë. Nuk ka gjykat që të mban Tiranë. Pse? Është firmosur nga ne. Deputetët serioz që mbajtëm institucionet. Pra, nëse ka pak njerëz, nuk ka asnjë problem, se është foltore. Nëse në miting përpara parlamentit, aty, nëse nuk ka një protokoll, del qytetari del jashtë programit protokollar, kush e ka përgjegjësinë nëse digjet parlamenti? Është e vështirë me shku. Po jo e pamundur. Minimalisht duhet një mesazh. Nga, nuk po themi Sali Berisha, se organizatori në atë rast është Sali Berisha politikisht, por organizatori është sekretari përgjithshëm. Është nënkryetari e partisë, të dy nënkryetaret. Nëse këtu ka mesazh, janë protest. Nëse janë protest, nuk vi vetëm si politikan, po vi dhe si qytetar. Dhe ju keni parë që unë vendos shallin në Tiranës aty, për tonë që Tirana është me Sali Berishën. Do thotë dikur, po pse më ti e përfaqëso Tiranën? Po, se unë kam qenë 8 vjet antar i Këshillit Bashkiak në Tiranë. Dhe 4 vite i kam pas nga Partia Demokratike, unë s'mund t'i hedh poshtë këto. 4 vite të tjera i kam pas nga forca ime dhe lëvizja kristiane konservatore në Shqipëri, apo demokristianët, si quhen në një farë mënyre. Pra këto janë subjekte që janë të lidhur me njëri tjetrin, nuk kanë pikë lidhje me Partinë Socialiste. Pra foltoria me 100 persona, te 100 persona, s'mund të shkoj aty, se po të shkojnë aty, do rria afër Berishës, do thonë gjithë, ja ky. Aty letri e majta, po si, e majta me qenë se ka të burgosur liderin e saj, po si, të foltoria duhet ri. Pa tjetër, ti thotë të gjithëve që ne jemi këtu me Partinë Demokratike. Pse, ne kemi thënë që partia që drejtohet nga Ilir Meta, ta themi, është parti që ka ruajtur pjesë konsensuale, që do të thotë, kam qeverisë me ty, doktor Berisha 4 vite, po,
tani s'mund ta marrësh ti pushtetin 12 vjet, do të shkoj ke Edi Rama. Ani kritikave të mia pse e mori këtë lloj mandati në Shkodër me 1 prill të vitit 2013 në prani të presidentit serb Tadić. Kjo është çështje krejt tjetër, sa ajo partia e majtës, atje vin. Edhe një herë. Në protest shkoj, ama këtu unë do ta justifikoj përballa shtetit shqiptar. Përballa atij shteti që them unë, shteti i së drejtës, shteti i ligjit thot dikush. Jo more se ligjin e bën Maliqi, e bën Edi Rama, Maliq Rama, ha. Sot e bën ligj Maliq Rama apo jo? Urdhëro Belinda Balluku nuk lëshon mandat. Kush e tha Edi Rama mos e lëshon mandatin? Këtu po kjo, a thash. Nuk Edi Rama mos ja jep mandatin. Pse? Ka gabu prokuroria, mos gabo. Mos gabo. Mbaj shtetin së drejtës. Hiq imunitetin, çoj ku dush. Jo more, deputetën ma merr këti mua dhe ku? Deputetën Sali Berisha ti ma merr mu në rreth shtëpia gjykata kushtetuese sot thotë është gabim? A ishte gabim? Kush e parashikoi? Mario kemi qenë bashkë, lutem. Kemi qenë këtu. Do të thosh o kujtim. Ne nuk mbajmë blloqe kështu kot. Edhe këtu te podcasti, blloku rri këtu. Mashënim çfarë tham sot se mund hikin këto atrecaturat elektronike. Bloku mashënim ku ti mbjusi fitlan da kartë këtu. Besoj se të kam dhënë një përgjigje. E vërtet. Zoti Gjusi, gjatë verës, kur ndodhi aksioni i KMT-s në Theth, ju ishit nga të vetmi që shkuat në mbështetjet e banorëve. Tashmë ka një tjetër protestë të ngjashme, që është në Rjoll. Ju çfarë thoni për këtë protestë? Dhe do jeni pjesë e saj? Kujtim Gjusi nuk është hajdut. Çfarë do të thotë nuk është hajdut? Edhe në protestë. Ka njerëz që duan ta vjedhin protestën. Atë protestë kanë bërë banorët e Rjollit. Ato kanë bërë thirrje publike që subjektet politike duhet vinë të na ndihmojnë. Apo jo? Apo deputet të ndryshëm. Është të drejtën e çdo deputeti të jetë atje. Po jo atje mbrapa të shkruhet sigla partia XY. Se kjo e politizon protestën. Dhe kjo do të marrë protestën. Pra, a ka qenë atje partia konservatore? Po. Ka qenë me Nikol Gjekaj, kryetari i Asamblesë Malësie Madhe, ka qenë me kryetaren Flora Shabi e Asamblesë Lezhë. Ka qenë protest. Ata më thanë dhe mu, hajde. Thash jo, kur të vinin në Tiranë, jam aty. Dhe isha në distancë, ata thanë hajde, na flit diçka, i thash jo. Pse? Se kjo është protest qytetare, unë sot jam si qytetar këtu. Si subjekt politik të kam dhënë mbështetje atje, në vend, atje ku ndodh. Edhe një përsëris, Nikol Gjekaj, Flora Shabi kanë qenë atje, nuk them se kanë qenë ditë për ditë. Po të paktën mbi 7-8 herë kanë qenë atje. Nuk është pak. Falenderoj edhe Dukatasit. Janë aristokrat. Dukati është fshat aristokrat. Ngrehet me flamur në krah edhe del në Rjoll. Do të thotë çfarë mbron? Bregdetin pra. Edo, ku e ke autostradën? Autostradën Jonjane. Unë ta kam fajin tani. 12 vite në pushtet. Qeveri tranzitore, zotni kryeministër, ndryshe, rrezikohet, thash, rrezikohesh një herë, rrezikoni ju keni imunitet, drejtësia zbret te familjarët, e drejta ju. E drejta kryeministrit, ha? E vërtet, çfarë prisni nga protesta e 12 marsit, nga Partia Demokratike? Mendoni që do të ketë trazira dhe skenare që kemi parë në protestat e tjera? Edhe një herë. Unë nuk jam për zjarr në Tiranë. Pik, këtu e mbaroj. Thash më përpara duhet protokoll. S'kam koment tjetër unë këtu. Si bëj koment kësaj, këtu s'lçoj. Po të ketë nevojë që ja rrethojnë Sali Berishën e çojnë ke drejtoria e policisë Tiranës, mund ke atje deri kur ta nxjerrin. Deri kur ta nxjerrin, se kam pranuar datën 9 janar apo jo. Kam pranuar të isha në zgjedhje megjithse kishin probleme në zgjedhjet e majit 11 muaj më parë. Apo s'është kështu? Tash s'mund të bësh lavjersin. Lavjersin mund ta bëj Partia e Qendrës, ikën majtas, ikën djathtas, punë e Partisë Lirisë ose LSI-ja e Bonika Kryemadit, ëh? Ikën. Partia Konservatore nuk bën lavjers.
Nëse unë kërkoj qeveri tranzitore, nuk e kërkoj për Partinë Konservatore, le ta kuptojnë gjithë. Kërkoj dy forcat politike në tavolinë së bashku me partitë e tjera. Edhe ne që na janë mohuar votat 2021, ato se fale do unë tjeti e kem prokurit për gjithshme. Dhe do është krim zgjedhor, do 20 vjet shuhet. 20 vjet do. Do më thënë bjen 2041. Kush e shuan atë? Po pse deri në 2041 Edi Rama do rri kryeministër? Një dika nga kryeministër, një të ardhë forcat e djatha, çfarë të bëj? Do jap llogari. 71.555 vota në botë, se do t'i falë kujtim gjusë me koalicion. Në botë ka çdo institucion. Do të numëroj ambasadat. Ambasada Amerikane informacion, Ambasada Britanike informacion, Ambasada Vatikanit informacion, Ambasada e Bashkimit Evropian, OSBE. Të pesta kanë informacion këta. Zoti Gjuzi, ju e përmendët Monika Kryemadhin, më mirë si politikan apo si opinioniste tek Big Brother, besoj që e keni ndjekur. Mendoj se ka ulur nivelin. Mendoj. Por ajo është mretresh, ka drejtën e vetë, zgjedh. Mund të jetë në kushtet e depresionit familjar, sa ajo është në zonë. Nuk e ka dërguar ajo Ilir Metën në gjykatën e Tiranës. E ka dërguar Ilir Meta atë. Pra, mund mendoj se është në depresion psikologjik. Ka tesh të largohet nga i tollovizë, politika është shumë problematike. Ne e shqetësojmë familjarët, i shqetësojmë ne, po ne i shqetësojmë ata për të jetuar ata. Për të marrë masa. Për të qenë sigurt Mukje, për të qenë sigurt në malin e Petrelës. Do të jemi sigurt gjithë, jemi në luftë. Jemi në luftë, jemi vend antar i NATO-s. Një vend antar i NATO-s ka sulmuar në Iran. Jemi në luftë. Kemi kampin Ashraf. Jemi në luftë. Ora lufta nuk është vetëm gjuhëm automatik. Ai talçon me raket. 3.000 kilometra të vjen në rreze. Kur ne thamë këtu që ka rreze 3.000 kilometra, gjithë thonë, ja, nuk vje këtu. Nuk vje këtu se s'dini ju. Po s'lexove. Nuk di që, lexove. Ju e preket paksa edhe situatën e luftës, ne dim nga informacionet që keni pasur një ftesë për të vizituar Iranin, por e keni refuzuar. Është e vërtet? Po, shumë e vërtet. Jo vetëm unë kam patur ftesë. Ftesa si fillim erdhi tek unë. Meqense unë thash që nuk është mirë që të largohet një diplomaci që kishte gati 30 vite në Shqipëri, më shumë biles, largohet brenda 24 orëve, 42 orë, diçka e tillë, si dha Rama. 44 më duket. Dhe normalisht që ata vëzhgojnë. Jo vetëm aq. Ata më shkruan këtu, edhe për një takim në Shkup. E do në takim në Turqi. I thash, ja, takim para Prag, për të siguruar një grup. Kjo thot për herë të parë Mario Keriu, I thash, okej, po mos keni merak, më thamu. Unë merak e tash më shumë se për vdek s'ka. Në fund fare unë jam djali i Bajramit, do me gjujt në raketë në Tiranë, po. Do vrasësh të djalin e Bajramit, do Ayatollah, i ri. Ki kujdes, se më thanë që je plagos. Shumë mesazh, ki kujdes, mos e merak punë. Mos e merak punë. Babaj ka të vrarë, ka të burgosur. Pse refuzuan? Do them të vërtetën. Erdhën dhe thanë që ne duam një grup nga deputetët, se faleminderit, që është ajo pjesa falenderuese që të falenderojmë që morëm mbrojtje, domethënë një veprim se e bërë të nxituar sipas meje. Kryeministri, ndoshta unë nuk i di gjitha. Ai është i parë i shtëpisë kryeministri, ai di ku i pe Koçatia. U hap thashë themi që nuk është puna vetëm për lëvizje inter të elektronikës, por thanë që mund të tentoj të vijë një bombë në kampin Ashraf. Dhe i mori masa shtetit shqiptar, shumë mirë, punon shumë mirë. Kjo bomba nuk u vua, po s'kera ju vu në bomba atje. Pastaj tha që ne do ta sulmojmë, ne do ta bëjmë, dhe erdhi kjo dokumenti. I ftuar zoti Gjusi, mund të merrë një delegacion deri në 7-8 veta. Do kishim dëshirë mreja delegacionit mos të jenë gjithë të besimit musliman. Konsulenca ime ishte me 2-3 katolik, njëri nga ato deputet, një ambasador, figura të shuara. I thash, shiko, kam një ftesë, thash që një grup prej nesh të shkojmë të shohim në Republikën Islamike të Tiranit.
Në fillim, në parim, ranë gjithë dakord. Por të gjithë kërkonin të shikonin dokument zyrtar. Edhe kryetari Ballit, apo jo Adriatik. Në kishte emrin në të. Erdhi dokumenti me gjithë emrat, test nominale. Pastaj thanë gjithë që isha kujde, sikur është armiku i SBA-s Irani. E thash, unë jam djali i Baramit, se ka problem. Nëse SBA të kërkon një intelektuar. Pse mos të jemi ne grupi i intelektuarve? Gjithmonë në politikë ka një rrugdalje. Ne se shohim të arsyeshme, thanë ato. Ti çfarë do bësh? I thash, jo, unë kam thënë aty ne shkojmë në grup. Mirë thanë ata, me gjithë konsulenci, po shkojmë në grup, po me disa kushte. Do më thonë, ftesës do t'i vendosnim kushte. Ju më thirrni ndasëm, unë them çfarë tavolinë do ulem. Për ta zhbiriluar, pak për t'ia çuar qytetarët që ta kuptojnë që ndodh. Edhe tham, kushti i parë është, me qenë se Irani në konferencën islamike ka fuqi, janë 54 vende, e kushti i parë është të gjithë vendet islamike në blok të njohin Republikën e Kosovës. Kushti i parë. Kushti i dytë është, me qenë se ka kaq vite në pushtet Ayatollah Khomeini si lider suprem, ky ka të gjitha të drejtat të bëjë një amnisti, duke përfshirë të gjithë emigracionin iranian që është larguar jashtë. Këtu kisha përbazën emigracionin shqiptar, nëse të ta bënte një herë diktatori. Pse kishin njerëz jashtë ne. Atëherë një amnisti për të thënë, vetëm ata që kanë kryer krime të rënda, domethënë ata që kanë vrarë njerëz, të përballen me gjykatën ndërkombëtare, gjykatë e OKB-s, jo dikujt tjetër. Domethënë jo gjykatë iraniane, jo gjykatë shqiptare, jo gjykatë amerikane. Se folën për ekstradim nesh para, apo jo? Atëherë, ne vijmë atje. Me regjimin nuk kena punë. Do më thonë, regjimin e bën populli. Nuk do t'japim mend ne ndrojë regjimin me... Zakonisht regjimit duhet ndruar o me luftë, o me referendum. Mundësi tjetër nuk ka. Kuptohet që pas saj, ata nuk thyen përgjigje. Por, ndërmjet kësaj, kryetari i kuvendit e asoj kohë më thirrën në zyrë. Më tha, shiko, ti ke drejtën tënde të shkosh në Republikën Islamike të Iranit, me qenë se ka ardhe ftesa. Ne kemi informacionin. Se erdhi me letër e mbyllur. Tani, se ku e gjen informacionin, kryetari i kuvendit, kjo besoj se s'ka nevojë për koment, apo jo? Ose kryeministri ose presidenti. Se normalisht punon në shërbime. Në thirrën në zyrë. Tha, nëse do këshillën time, ai është kush është, nuk më intereson. Nëse do këshillën time, unë të këshilloj, situata nuk është e tillë që të shkosh. Ne kishim vendosur fakt që mos shkonim. Po ashtu, edhe dy miq tan, pas një mesazhi tim, heshtën. Heshtja kupton, edhe po, edhe jo. Po, më shumë heshtje në atë rast, si që logjikova unë personalisht, ishte jo. Dhe në grup do t'ishte dhe Olsi Yazëxhi dhe Gjergji Thanasi. E kuptoni tani? Vetëm këta dy emra dhe Adriatikun përmenda, se Adriatiku është ballist, kurse të tjerët nuk është mirë që unë t'i përmend tek kjo. A do t'i nxjerrni një ekran tjetër? Po, ka ftesa nominale. Më kanë kërku ftesë nominale. Më kanë thënë, nëse na vjen ftesa nominale, do ta marrim seriozisht të punë. Nëse do t'ishte për arsye individuale dhe të pranonte Republika Islamike e Iranit Kosovën e në blok me 5 sa shtetet tjera, unë do t'isha në Teheran. Do kishin shansa ato pas kësaj të thonin që ne do t'i gjujmë atij shtetit Mistrec, shteti vogël Mistrec, se kështu ka thënë Ayatollahu për ne. Po kujt i thu Mistrec, thashun në atë kohë? Mër lider suprem. Po unë jam djali Bajramit, mu do më vrasësh ti tani? A i vret ai pakicat atje. A i shvet pakic. Pra nuk mund të qeveriset më Irani nga pakicat. Dhe unë shoh në sfond, ish Jugosllavin do të ndodhë në Iran.
Prandaj shkova. Qartë. Zoti Gjusi, i keni parë me interes edhe situatat e luftës, si e gjykoni, a është e mundur që Irani të godasë Shqipërinë, ekziston një lloj rreziku dhe dihet që 2 raketa janë drejtuar drejt Mesdheut, janë goditur nga NATO, është interceptuar nga struktura e NATO-s, thonë që ishin drejt Turqisë, por a mund kishin pasishin njësër edhe Shqipërinë duke qenë se Mesdheu? Do më lejosh ta shpjegoj pak më thellë. Kush e ka pushtuar Europën? Edhe kush ka dash ta pushtoj Vienën? A ka qenë perandoria osmane? Persët, a ka qenë brenda perandorisë? Pra kanë qenë vendimmarrës. Se thonë gjithë po sulmon Trump. Kush ka sulmuar i pari? Krishtërimin, kush? A kanë sulmuar ata apo jo? 500 vjet përpara. Në këtë tokë, hak pa ala e gjak pa marr nuk ka, Mario. Nuk ka, është tradicion. Po pse kanë sulmuar? Ju e dini që Aleksandri i Madh ka pushtuar Persin dhe ka larguar nga froni mbretin Dari, apo jo? Darius i thon grekët, unë i them Dari ati. Tani, mos ishte një akmarrje kjo? Kur u fuqizu perandoria osmane? Pyetje. Pra lufta nuk qeka sot, nuk është e Donald Trumpit. Donald Trumpi i rrethuar në formë patkoj nga Venezuela, Kolumbia, Meksika me emigracion e drogë. Si për i rri Kanadaja gërmër ai kryeministri atje. I del dhe kryeministri i Spanjës këtu poshtë i thot gërmër do me i dhonë dhe dorën. Po së të vizor, ti para 5 ditësh e ka refuzuar atë. Marja, nëse unë do t'ju revizoja juve sot, a do isha në studion tuaj, më Marja? Nuk do isha. Po si mund të t'jap dorën në rrugë nëse të refuzoj? Apo s'është kështu? Pas refuzimit mbaron miqësia, mbaron diplomacia, mbaron pjesa ekonomiksit, mbaron strategjia. Ti do që t'ja marrësh kinezët tani e t'ja çosh në Amerikë. Mirë që ja ke qua ti. Tani do t'i qosh dhe në Londër, tani do t'i qosh dhe në Europë, se në Tiranë kanë pushtu ata. Po në Tiranë kena pas një detyrim ne, sepse Republika Socialiste Popullore e Shqipërisë me diktatorin Hoxha ka marrë 480 milion $, nga Republika Popullore e Kinës. Kur? 61-79. Pra nuk janë të lehta, ata kanë dashur të futen në treg. Këtu kinezët nuk i ka futur askush në treg përveç se diktatorit Hoxha. Pra ja dhe një vepër tjetër. Kundër. Ambasada kineze në Beograd punonte kundër Republikës Kosovës, po apo jo? Po pse? Se ne nuk likujdonin borxhin. Nëse ju marrun borxh juve, jam i detyruar ta shlyje, ndoshta me vonesë, ndoshta me rabat, po jam i detyruar ta shlyje dhe kjo është borxh. Dhe jemi te Shtetet Bashkuara të Amerikës, ti e rrethon me çfarë? Me komunizëm, me socializëm, ka Kuba atje që e ma desh me çu dhe raketat, 61-62 më duket. Ha? Një herë u shmang. Tani ka filluar raketat? Ku? Në Izrael. Pse e përzure Solomonin? Mario, pse? Ç'pun kishe ti se sa gra merte Solomoni atje? Çfarë pun kishe ti? Ai i pari i izraelitëve, se kështu thon ato. I dyti pastaj duket si më kështu. Duket Davidi si jo, ta shtjelloj pak të se është pak geopolitik kështu kjo, nuk është konspiracion kjo. Kjo është fakte, prova. Pse? Izraeli madh, thot dikush tjetër. Në qoftë se ata janë tani që flasin bashkë dhe 50 milion në gjithë globin, duan shtëpinë vetëm çdo njeri. Nëse shqiptarët janë sot 25 milion në gjithë globin, duan shtëpinë vet. Të lutem, ku e kemi shtëpinë? Në Tiranë, në Prishtinë, në Shkup, në si quhet ajo? Poshtë Parga. Po kjo Tivar. Po kjo tjerë?
Tjetra, Ulqin, a janë marrë me lufto, me që janë marrë? Pra ne s'pas kemi sulmuar. Njerë që bëm sulm ne, kjo është kurs. Bravo ushtria çlirimtare e Kosovës. Ju gjyqtar në Hag duhet të merrni vendimet e drejta. Ata mbrojtën familjen, pronën e tyre. Dhe këtë e thot Ali Pasha Tepelena, kush nuk është i Zotit të ruaj shtëpinë e tij, pronat e tij, ullinjt e tij, bën mirë dynjaja që ja marrin. Rasti konkret është amerikanët thonë, ju na erdhët për të na sulmuar, po, i ke sulmuar me drogë, i ke sulmuar me naftë, po si me naftë, ke shit më lirë sa tregu ndërkombëtar i aksioneve. Aksionet ku janë? Bursa New York, apo bursa Londrës. Ka ndaj bursë tjetër? Dini ju ndaj bursë tjetër? Bursa aziatike. Bursa aziatike, na jep dëm shpërblimin 500 vjet pushtim trojeve albane deri pranë Vienës. Na jep Gjergj Kastrioti, na e kthen dot edhe ushtrinë tonë. Pra është më e madhe. Ju thot që do fluturoj raketa, rrezja e veprimit është 3000 kilometra. Kalon deri në Vjenë shkon. Shiko ku shkon përsëri në Vjenë. Po flisim me një njeri që në Vjenë është antar i 2 konferencave të rëndësishme, po ashtu në Bukuresht, po ashtu për siguri porte, dete, oqeane, Ishtja, Napoli, me drejtoresh programi Claudia Salvestrini, Edi Rama, kujdes me portin se dje ke thënë që nuk e hap amerikanëve. Ki kujdes, se kemi marrëdhënie bilaterale, ekstradimi. Ky nuk o presion, kjo është ki menin mësim. Kaq, ki menin këtu, edo, mashënim, edo. Zoti Gjuzi, a jemi në një luftë të tretë botërore, ku më përfshihen aktorë më të shumt, në një front më të gjerë? Po pse lufta e tretë botërore? Unë mësoj me 4 e 5. Pse lufta? Roma, a është perandori? Kë perandori sundoj? Perandori një lirë e Pellaske, se dio. Janë atje 15, 16 mbretër, po s'kemi kohë që themi gjithë emrat, po themi 24. O ti them gjithën po deshe. Po të them edhe perandorët, atje janë 7-8 atje në Romë që janë me origjinën tonë. Pra mund tjetë ajo lufta e parë midis Pelasgjisë së Ilirisë dhe Romës. Okay? Lufta e dytë është dhe fillon viti 678. Ky është kur fillon Islami. Muhamedi alayhis salam. Ty fillon kundër kujt? Kryzata thonë ato, kalorësit templar, hajde gjeje. Ja lufta e dytë. Po lufta e tretë? Lufta e tretë është fillim shekulli i 20, apo jo? Po lufta që është botërore, po lufta e 4 është ajo që u mbyll në vitin 45 me 9 maj. Kjo që ka lufta e 5. Pse lufta e tretë botërore? 5 janë luftrat botërore. Tani ka një rrezik. Nuk dua të ofendoj njeri, po kur ishim të vegjël, nga që erdhën shumë kinezë këtu, edhe unë e mbaj një rast, ka qenë biz martanesh, prunë ata, unë i tham parat që prunë. E di shta një atja, po këta qini ma qinë, tha qa duan këtu. Një fshatar i zonës, unë isha fëmi, më shfiksuar në tru. I thonë, gati 60 vite më parë, të mbash mend një gjë. Shkoj në shtëpi unë, e pyet babën, ore që është? Qini ma qini. Mbyllë tha se shkon burg. E pyet nonën. Nona është me arsim të mesën. I thash, mam, qa është kjo? Gjove të tatë. Mbyllë. I lash na pyet gjyshën. I them gjyshës qarë, gjyshës që i ka vra burin, i mukjes. Thash gjyshës qarë qini ma qini. Inshallah se më gjallë, do zoti nuk ju pushtoj. E që në më pushtoj? Ti e 6 vjetë, pushtu, tha, dhe më thonë si kur me të kapun ty kështu, edhe mos me të lonë në bazë gjë. E ka pushtu gjithë botën, apo? Vëndi parë me makina elektrike. Nuk kena si gjo, po me karar. Pa jo 2 fishin Amerikanë me shqit të ashin në Europë, se shkon të një. Kë është leadershipi Soros.
Sot është në arrest ai. Është apo s'është? Ajatollah Khomeini është ku? Se ky duhet të bëj martir i Islamit. Po lere këta. Po e djali i vogël nipi vetë çafaj ka 6 vjeç, 7 vjeç çafaj kisha unë. Që pyeta për maçinet 1965-66. Mario, më kupton? Do thosh kujtimi i racist, se kështu më tha një herë. Jo mëra, secili në shtëpinë e vet. Secili në shtëpinë e vet. Pjesa kineze në shtëpinë e vet, pjesa aziatike, edhe kjo lindjes mesme në shtëpinë e vet, europian në shtëpinë e vet. Ne kena punë me gjysmën sipër të Ekuadorit. Donald Trump ka drejt. Unë jam ushtar 67 vjeç, ambasada amerikane, kur të ketë qef, unë s'kam pasaport, nuk e du. Po, në qoftë se ka nevojë Edi Rama për mu, më quta ai, çai thon. Po flet njëri, ka qenë kampion i ushtrisë në qitje. 100 metra larg, Kalashnikov kishte atëherë, s'kishte. Jeni gati të bashkoheni në ushtrisë amerikane? Absolutisht, që nesër. Ta di se vdes. Pse? Se nuk duhet të shkosh bësh pushtim. Na loj tankera thot, rris. Sa e paguën naftën sot? Sot. Pra nuk isha refuzova ftesën në Republikën Islamike Tiranës dhe i vura kushtet, tani shive. Nuk kam punë me popullin unë atje. Kam punë me atë që thot garda revolucionare do të gjuaj thot, pra na isha unë në kampin Ashraf 4. Si shakot atje. Thash keni bes këtu. Qofse ju gjykoni që do të bie raket këtu, do thirrni djalin e Bajramit more. Këtu. Ali është kështu apo jo? Në drekën tuaj, në zyrën e kryetarit, është bashkia jo. Është kryetari i bashkisë ai. Atje ka 3-4.000 njerëz. 3-4.000 njerëz do me vrame një herë ti. Fem. Kjo krim lufte, është apo s'është? Ashtu thash po, unë jam me ju atje. Kam qenë apo s'kam qenë 7 takime, unë s'kam qenë 20 takime që kanë bërë ata. 7 takime kanë. Kam marrë bukën atje. Pse? Sa ata hanë bukën tonë në qytetin tonë, di çfarë më thanë? Ky është qyteti jonë, këtu është Iran. Këtu është Irani tash. Ne kemi blefën ata. O zotri. Ky është tokë shqiptare. Ne jo kemi dhënë në përdorim 99 vjet, se kështu jepet me kontratën. Sa e di unë kontratën. 99 vjet ata kanë drejt jetojnë aty. Për 99 vjet krijon 3 breza, 4 breza. Edhe këto 4 breza çfarë bëjnë? Bëhet një pakicë më shumë lingvistike. Nga 11 kalum 12. Është kështu? Ne të asimilojmë, jemi gjuhë e parë, jemi gjuha shqipe. Të asimilojmë, Mario. Ne nuk mësojmë gjuhën perse. S'kemi nevojë ta mësojmë. Ai ishte qytetërimi i parë apo si ishte këtë të merren historian me këtë punë. Unë s'merrem me këtë. Nuk jam historian, jam ekonomist. Kam paralajmëruar për Donald Trump është presidenti që do të vendosë rregulla ekonomike në botë. Unë të shes, ju me dyqanë ngjitur me mu, mos shisni. Ju të falimendoni. Pastaj të vjedhni dyqanin tim, se s'ke ku shkon, do bësh gjë. Pra duket ekuilibër tregu quhet kjo. Ose bilanc e themi ne ekonomistët. Bota kalojnë disbalancim. Pse? Nga liderët shaklaban europian të Sorosit. Zoti Gjusi, do të ndalemi në Kosovë, ka pasur zhvillime shumë interesante, duket se kuvendi përsëri do të shpërbëhet, do të ketë zgjedhje të parakohshme, një presidente në detyrë, siç është zonja Osmani, që preferohet shumë nga NATO, po ashtu edhe nga SHBA-t, u la jashtë nga zoti Kurti si një kandidate potenciale për presidente të ardhshme të Republikës së Kosovës. Ka pasur një ftesë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që bëhet përsëri pjesë e zgjerit të tyre, si shikoni? Presidenti Donald Trump ka dhënë garanci telefonike presidencës shkëlqësisë saj Vjosa Osmani. Çfarë kërkojnë islamikët e Kosovës? Çfarë kërkoni ju UDBA-sht Kosovës? Të vjetër dhe të bijas të rinj spiun, çfarë kërkoni? Edhe një herë. Presidentja ka marrë garanci Kosovash e paprekshme sa të jenë SHBA-t. Çfarë kërkoni? Albin Kurti, dhëndri i shefit shërbimit sekret serb
dhe ministrit brendshëm serb për një farë periudhe, çfarë kërkon? Ke 4 vite ke qeverisur dhe unë të kam përgëzuar në fitore, jo Partia Konservatore, po personalisht, dhe ke 1 vit e gjysmë që bën qeveri me kryeministrin në detyrë. Jeni fajtor, do të përgjigjeni për trojet etnike shqiptare, se sapo të ka thënë presidenti i Serbisë që do t'ju sulmojmë. Nuk dihet çfarë armësh do të përdorim. Albin, presidentin e ri se zgjedh dot më. Mos bëj presion gjykatës kushtetuese, shkëlqësi gjyqtare, mbani korrektësi, koherencë për të ruajtur Republikën e Kosovës, lejoni presidenten të caktoj datën e zgjedhjeve. Kuptohet, deri me datën 31 keni dhënë një vendim dhe unë s'kam asnjë koment, se është e drejta juaj. Pas datës 31, ju brenda datës 31 duhet jepni verdiktin. Nëse jepni verdiktin për të mbajtur peng presidencën e Republikës Kosovës, ju një ditë do të përgjigjeni. Zoti Gjusi, faleminderit shumë që ishte dhe ne, faleminderit shumë për analizën tuaj politike, vendase, gjeopolitike, po ashtu të motorore. Falenderimi ju takon ju kam thënë, sa herë ta shikoni të arsyeshme, nuk më shqetësoni, është kënaqësi që isha me ju. Faleminderit shumë. Marë, faleminderit.